Në prag të sezonit veror, Bashkia Fier ka nisur punimet për pastrimin dhe sistemimin e plazheve të Semanit dhe Tarzezës, me synimin përgatitjen e tyre për pritjen e pushuesve brenda datës 30 maj. Ndërmarrja e shërbimeve publike e Bashkisë Fier ka ndërmarrë një aksion të gjerë pastrimi përgjatë vijës bregdetarit dhe zonave përreth, duke u fokusuar fillimisht në papastërtitë që kanë dalë në breg nga deti dhe vendosjen e koshave të mbeturinave. Në ditën e vijim do të kryhet gjithashtu edhe plugimi dhe disinfektimi i rërës, duke garantuar higjienën dhe sigurinë për të gjithë vizitorët. Sipas drejtuesve të ndërmarrjes, deri më 30 maj do të përfundojnë të gjitha punimet e nevojshme dhe plazhet do të jenë plotësisht funksionale, duke ofruar standarde të larta për pushuesit vendas dhe të huaj. Ndryshe nga sezonet e mëparshme, këtë vit mirëmbajtja e vijës bregdetare do të menaxhohet drejt për drejt nga ndërmarrja e shërbimeve publike, me pastrimi që do të kryhen 2 herë në ditë gjatë gjithë sezonit turistik. Edhe pse sezoni nuk është hapur zyrtarisht, Bregdeti Fierak ka nisur të frekuentohet nga qytetarë gjatë fundjavave, çka tregon arritjen e interesit për këto 2 zona bregdetare me rërë të pastër, ujë të krisalt dhe klimë të freskët. Turizmi mbeti një nga prioritetet e Bashkisë Fier, e cila synon të shndërrojë këtë sektor në një burim të qëndrueshëm zhvillimi ekonomik, duke garantuar standarde të larta mikpritje dhe infrastrukturë të përmirësuar për të gjithë vizitorët.